الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. Rregulli 14, i cili ka të bëjë me parimet dhe rregullat e pendimit, është ajo që përmend Ibn Kaimi me fjalët ilalut tauba, cilat janë defektet, smundjet e pendimit. E para është pendimi për shkak të ndonjë përfitimi material në jetën e kësaj bote. Ibn Kaimi, Allah mëshiroft, është zgjeruar dhe ka folur lidhur me këto defekte dhe të meta që i ka pendimi njeriu. Dhe ka përmend se në mesin e tyre, do thotë mesin e gjërave të cilat e mangësojnë dhe e cenojnë pendimin e njeriu drejt Allahu subhanahu wa taala, është kur njeriu pendohet për ndonjë përfitim, për përfitimeve materiale të jetës së kësaj bote, apo për ndonjë dobi, çfarë do qoftë ajo, për dobive të jetës së kësaj bote. Ti dëgjoj me vëmendje këto fjalë se janë vërtet të rëndësishme, thotë Ibn Kaimi, për shembull kur njeriu pendohet dhe mendon se ky gjunah nuk i përket atij, nuk i takon atij ta kryejë këtë gjunah. E sheh veten se është më i ngritur se sa ky gjunah. Apo pendohet nga frika se do të ekspozohet në mesin e njerëzve. Apo pendohet nga që e di se ky mëkat që është duke kryer ja ul pozitën e mesin e njerëzve. Gjitha këto Ibn Kaimi përmend se gjitha këto gjëra e cenojnë dhe e prekun, e mangësojnë pozitën e pendimit të Allahu subhanahu wa taala. Pse? Sepse pendimi, vëllezër, duhet të jetë i tillë që ta ketë vetëm një formë, vetëm një nxitës. Ajo është që njeriu të pendohet nga frika prej Allahu subhanahu wa taala. Të pendohet në shenjë madhërimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Të pendohet nga frika se mos Allahu po e përzë, po e largon nga mëshira e tij. Kjo është jetë e rrezikshme kur Allahu të largon nga vetja e tij. Të pendohet njeriu nga frika se mos po i bie pozitat e Allahu, jo të njerëzit. Të pendohet nga frika se mos në ditën e gjykimit Allahu nuk do t'i shfaqet dhe këtij njeriu nuk do t'i mundsohet të shikojë në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur njeriu pendohet për shkak të gjitha këtyreve, padyshim që pendimi i tij do të jetë i lidhshëm, fetar, pra, do të jetë i saktë, do të jetë i sinqert, do të jetë i vërtetë. Ndërsa çdo pendim tjetër përveç kësaj është pendim me defekt, pendim i mangët dhe jo i plot. Gjithashtu Ibn Kaimi përmend se prej të metave dhe defekteve në pendimin e njeriut është kur njeriu ka vendosmëri të dobët dhe ka zemrën e shpërqendruar dhe zemra e tij ende anon drejt gjunahut. Ibn Kaimi e sheh se kjo është një prej të metave, defekteve dhe dobësive që janë prezente tek pendimi i njerut. Cila është shenja kësaj? Shenja dalluese, pra e ka përmend se është kur zemrën e ka të tillë të shpërqendruar, do thotë me zemrën e tij ende anon drejt gjunahut. Zemra e tij ende e lakmon atë gjunah, është e përmalluar para gjunah që e ka braktisën e të kalumen. Nganjëherë zemra e nxit që t'i kthehet aty gjunahut, apo gjunahave që i ka kryer në të kalumen. Do thotë ende në zemër ka diçka e cila e nxit drejt atyre gjunaheve dhe ende nuk ka arrit ta pastroj zemrën nga gjërat e tilla. Andaj çfarë na jep të kuptojmë kjo? Na jep të kuptojmë se kushti i tretë, e që është vendosmëria e paluhatshme që njeriu të mos i kthehet kurrë gjunaheve në të kaluarës, kjo vendosmëri është e dobët. Andaj prej fakteve të cilat tregojnë se pendimi i njeriu është në rregull, është ashtu siç e kërkon Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është kur njeriu është i vendosur dhe është këmbgulës që të mos i kthehet më kurrë gjunaheve. Do thotë ti urrej gjunahet, ta urrej kënaqësinë të cilën e ka ndjekur kur e ka kryer atë gjunah. Ta urrej ta sheh me sy atë gjunah që e ka kryer në të kalumen. Ta urrej gjendjen e tij kur e ka kryer në të kaluarën atë gjunah. Për defekteve tjera që mund t'i ketë taubeja, pendimi i njeriu tek Allahu subhanahu wa taala, është edhe kur njeriu ndihet rehat me pendimin e tij dhe mbështetet në të. Çfarë do thotë kjo? Do thotë kur që njeriu që pendohet te Allahu subhanahu wa taala e sheh se përderisa ai është penduar te Allahu subhanahu wa taala, atëherë e ka kryer atë që e ka obligim para Allahu subhanahu wa taala dhe fillon pastaj të mbështetet i pendimi, të rahatohet dhe të ndihet i qetë e i sigurt. Padyshim që kjo është shenjë se pendimi i tij është i mangët dhe ka defekt. Sepse ai mendon se pendimin e ka kryer në formën më të plotë dhe më të përsosur të mundshme. Dhe mendon se janë fal gjunahet,
Andaj si rezultati kësaj ai ndihet i qetë, ndihet rehat. Mirë po pendimi i sinqert nuk është kështu. Pendimi i sinqert është kur njeriu edhe pse pendohet te Allahu subhanahu wa taala, prap frikohet se ndoshta mos Allahu subhanahu wa taala nuk ja ka pranuar pendimin. Andaj kjo bën që njeriu të jetojë mes frikës dhe shpresës. Siç thot Allahu në Kur'an, "Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim yarji'un." Dhe ata të cilët edhe pse kryen atë që kryen për veprave të shumta të mira, prap thot qulubuhum wajilah, zemrat i kanë në frikë vazhdimisht se do të kthehen te Zoti i tyre një ditë, pra në ditën e Kiametit. Për i defekteve tjera që kanë të bëjnë me pendimin e njeriut drejt Allahut subhanahu wa taala, është edhe defekti 4 që e përmendi Ibn Kaimi rahimahullah në fjalët e tij, që është istimrarul ghafla, do thot kur njeriu në vazhdimsi është i shkujdesur. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot që njeriu pas pendimit të tij nuk e nxit veten që të ndryshoj jetën e tij, të ndryshoj veprat e tij të mira, të shtoj veprat e tij të mira. Pra vazhdon atë shkujdesin që e ka. Thot ende syri i tij është i thatë, i terrur, nuk loton për hir të Allahut, nga frika prej Allahut. Ende gjymtyrët i ka të tilla që janë të kapluara nga dëmbelia, nga përtacia. Ende gjuha e tij është e tillë që nuk është e njom, e lagur nga përmendja e shumë të Allahu subhanahu wa taala. Do thot pendimi që e ka ndërmarr nuk ja ka ndryshuar jetën, nuk ja ka ndryshuar veprat, nuk ja ka ndryshuar zemrën. Andaj Ibn Kaimi thot se kjo është argument se pendimi i tij është i mangët. Nuk është ashtu siç kërkohet, nuk është i vërtet, nuk është i plot. Sepse nëse pendimi do të ishte i vërtet, i sinqert, dhe ashtu siç duhet, padyshim që do t'i ndryshonin edhe veprat e tij. Do t'i ndryshonte zemra e tij, do t'i ndryshonte gjendja e tij e kaluar. E ne në fund e lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bëj prej robërve të tij të cilët kthehen vazhdimisht me pendim tek ai subhanahu wa taala. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na pranoj pendimin, na i fal gjunahet dhe mëkatet tona. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.